Sot u festua festa e betares nga nxënësit e klasës së parë së bashku me mësuesen e tyre Hedije Hoxha në shkollën jo publike në Nënshkruesi Pavarësisë në Bisefa. Festa e betares shënon përfundimin e një periudhe të rëndësishme të klasës së parë, ku voglushët mësojnë të gjitha shkronjat e alfabetit dhe hedhin hapat e para në botën e leximit, shkrimit dhe të numrave. Ambienti festiv është zbukuruar me vizatime të shkronjave tollëmbace, figura me thënie të bukura për librin dhe dijen. Nxënësit kishin përgatitur një koncert festiv me recitime dhe këngë të ndryshme. Jeni prindrit e mrekullueshëm. Keni fëmijë të mrekullueshëm. Sot jo vetëm fëmijët, po dhe zysha, njëkohësisht bashkë me ju, se unë shoh në sytë tuaj, që të gjithë jeni të përfshirë në emocion. Emocioni është i pranishëm për të gjithë. Kjo është normal. Megjithatë, zysha ju uroj shëndet, lumturi dhe mbarësi këtyre fëmijëve tuaj të mrekullueshëm. Sot jemi mbledhur për një festë shumë të bukur dhe shumë të madhe. Është finalizimi i librit të parë të fëmijëve tuaj, i abetares. Ata erdhën në bankat e shkollës, ju, prindër të dashur, i dha duart, duke më mbështetur dhe mua, për të arritur këto suksese që fëmijët tuaj kanë arritur. Prindrit morën pjesë me emocion, duke ndjerë një lidhje më të thellë me shkollën dhe mësuesit. Në mbyllje të koncertit, fëmijët kërcyen veshur me kostume popullore. Në emër të presidentit të shkollës, drejtorisë së shkollës, dua të përgëzoj dhe të falenderoj këta fëmijë të mrekullueshëm, po padyshim edhe ju prindër, të cilët e mbështetët të aktivitet këtë ditë festive, po kështu mësuesen e klasës parë. Gjithashtu, profesor Benin edhe kameramanin ton Gendin, të cilët ndikuan dhe ndihmuan në realizimin e këtij spektakli kaq të bukur. Kjo është një ditë e veçantë për këta fëmijë e cila kjo do të mbetet në kujtesën e tyre përjetësisht, pasi është dita më e lumtur dhe dita e mësimit të abetares. Abetarja është dita e alfabetit ku historia jonë tregon gjëra gjatë për zhvillimin e arsimit ton shqiptar. Dhe njëherë përfundimisht unë dua të uroj nxënësit urime, suksese në rrugën e gjatë të dijes. Padyshim edhe prindrit dua t'i falenderoj, të cilët kanë bërë zgjedhjen e dur për regjistrimin dhe angazhimin e fëmijëve të tyre në shkollën Nënshkruesi i Pavarësisë. Certifikatat e mirënjohjes i ndau mësuese Hedija për të gjithë nxënësit. Festa e betares nuk është thjesht një ceremoni shkollore, por një moment i rëndësishëm që shënon hapin e parë në rrugën drejt dijes dhe kulturës, duke u kthyer në një kujtim të paharruar në jetën e çdo nxënësi.